Sot ne jemi mbledhur për një ngjarje e cila ndodhi 113 vjet më parë. Dhe na është thënë se Ismail Qemali në Vlorë shpalli i pavarësinë. Edhe ai burr meriton të gjitha nderimet që ne i bëjmë sot. Por është po aq e vërtet. Është po aq e vërtet që ai nuk ka qenë vetëm. Kanë qenë 40 firmëtarë të pavarësisë. Po kush ishin firmëtarët? Ata ishin katolik, ishin ortodoks, ishin musliman, ishin jo besimtar ndoshta, ishin konservator liberal, ishin turkoshan, ishin pro-europian, ishin intelektual të penës, ishin edhe burrat pushkës. Por ama kishin një të përbashkët të madhe. Të gjithë kuptuan momentin dhe shkrin dijen dhe pasurinë e tyre që ne sot këtu të festojmë. Prandaj, unë sot kam nderin të lexoj emrat e firmëtarëve të pavarësisë dhe kërkoj përulësisht nga ju që në fund t'i përshëndesim me një duartrokitje, në fund të emrave. Ismail Bej Vlora. Në fund, Luiq Gurakuqi, Dom Nikol Kaçorri, Vebi Dibra Agolli, Jorgji Karbunara, i njohur ndryshe si Bab Dud Karbunara, Elmas Boçe, Qazim Kokoshi, Jani Minga, Dimitër Tutulani, Abbas Dilaveri, ose i njohur ndryshe si Abbas Çelkupa, Shefqet Daiu, Hayreddin Cakrani, Xhelal Koprenska, Ilyas Vrioni, Spiridon Ilo, Thanas Floqi, Lef Nosi, Nuri Sojliu, Ferit Vokopola, Ymer Delialisi, Xhemal Delialisi, Mustafa Mërlika ose Kruja, Abdi Toptani, Murat Toptani, Veli Harqi, Nebi Sefa, Mithat Frashri, Zini Abbas Kanina Hamzaraj, Qemal Karosmani Elbasani, Sali Gjuka, Dimitër Berati, Dimitër Mborja, Dimitër Zografi, Pandelit Sale, Bedri Pejani, Qemal Mullaj, Doktor Myrteza Ali Struga, Zydi Ohri dhe së fundi Aristid Ruçi. Vëllezër dhe motra, firmtarët e pavarësisë, pavallarët e kombit.